Ndërkohë, General Gecaj, doja pyesja juve sepse ju e prekët në fund të pjesës së parë kësaj çështje. Përsa i përket qasjes amerikane ndaj dialogut Kosovë-Serbi, doja General Gecajn të lutem. Përsa i përket qasjes ndaj dialogut Kosovë-Serbi dhe nga ana tjetër misionit të KFOR-it, mos do ketë një protagonizëm më të fortë nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, krahasuar duke marrë parasysh dhe këto përplasjet që i diskutuam gjatë kësaj pjese të fundit. Kam përshtypjen që aprovimi i këtij ligji për cilën folëm në fillim të emisionit dhe e përmend ju tani, është pjesë e atij sinjali, nëse mund të shprehem kështu, i cili tregon qartë që SBA-ja do të ketë një rol më vendimtar për sa i përket raporte të Kosovës me Serbinë. Për shkak se është pa që deri më tani dialogu i cili është udhëheq me ndërmjetësimin e evropianëve nuk është se kishte dhënë ndonjë rezultat të kënaqshëm për sa i përket shurjes së këtyre konflikteve mes Kosovës dhe Serbisë, dhe rrjedhimisht nga ky dështim evropian faktikisht po preken edhe interesat amerikane, të cilat në këtë ligj amerikanët në një farë forme i bën me dije edhe Evropës edhe qeverisë së Kosovës se këtu ka interesa amerikane. Prandaj vetë ky ligj është edhe një tregues dhe na bën të qartë që SBA-ja kësaj radhe do të ketë një qendrim më të qartë dhe më të drejtë për drejtë në zgjidhjen e problemit mes Kosovës dhe Serbisë. Në fillim e thamë që në raport me Serbinë, deri më tani SBA-ja dhe në përgjithësi Perëndimi kishte një qasje më të butë dhe është e kuptueshme ajo, sepse unë nuk mendoj që në fillim kur ka një problem mes dy palëve duhet të ketë menjëherë që në start qasje të ngurtë dhe të fortë, por shkohet gradualisht. Me qenë se janë shtërruar gjitha mundësi tjera, tani nuk mbetet diçka tjetër vetëm se një kërkesë më serioze dhe më e argumentuar dhe më e fuqishme nga ana e SBA-s karshi Serbisë. Ju dini që edhe në mandatin e parë, derisa ishte presidenti Trump, erdhi njohja për Kosovën nga ana e Izraelit dhe kishte atje një varg pikash të cilat presidenti Trump në atë marrëveshje i kishte futur dhe gjitha ato kishin për qëllim që ta sillte Serbinë para një akti ku ajo do të detyrohej që më në fund të pranonte Kosovën si shtet ose s'paku të normalizonte këto raporte. Po, Selam,